Shkurta nis një debat të nxehtë me Elionën pasi, sipas saj, disa fjalë të Elionës i kanë rënë shumë rënd. Ajo ngrihet para banorëve dhe thotë se Eliona e ka ofenduar në një moment kur ajo nuk e priste fare, duke e bërë të ndihet e nënvlerësuar. Shkurta vazhdon të shpjegojë se Eliona, sipas saj, nuk tregohet e sinqertë me njerëzit dhe sjellja e saj ndryshon sipas interesit dhe rrethanave. Ajo ngul këmbë se Eliona po shfaq një anë krejt tjetër pas shpinës së banorëve dhe se ky është një veprim që i duket i padrejtë dhe i pavend. Ndërsa flet, Shkurta ngrit zërin duke thënë se Eliona i del ndryshe në sy dhe ndryshe kur ajo nuk është aty, një gjë që e ka bërë të humbas besimin ndaj saj. Eliona përpiqet të mbrohet, por Shkurta vazhdon duke thënë se ajo është dyfytyrshe dhe se sillet si viktim vetëm kur i intereson. Banorët rreth tyre vërejnë tensionin që rritet dhe e kuptojnë se ky debat nuk është thjesht një keqkuptim i vogël, por diçka që Shkurta e ka mbajtur brenda prej kohësh dhe tani po e nxjerr hapur përpara të gjithëve. Benita bisedon me banorët në obor, e irrituar dhe e lodhur nga tensionet e ditëve të fundit në shtëpi. Ajo duket e vendosur të shprehet hapur dhe banorët e tjerë e ndjekin me vëmendje, duke e ditur që shpesh ajo nuk i mban mendimet për vete. Unë e them troç, fillon Benita, me ton të prerë. Në këtë pikë, mendoj se Alba nuk duhet të qëndrojë më këtu. Ajo sjell vetëm stres, vetëm konflikt, dhe nuk po sillet mirë me askën. Banorët shkëmbejnë shikime mes tyre, disa duke u pajtuar me kokë, të tjerë të pasigurt për mënyrën si po shkon biseda. Benita vazhdon, edhe më e vendosur. Ajo s'po e menaxhon dot veten, gjithkohës është me shpërthime. Me akuza, me nerva. Është bërë e lodhshme për të gjithë ne. Unë mendoj seriozisht që ajo duhet të eliminohet, se atmosfera këtu brenda po prishet çdo ditë dhe më shumë. Disa banor tentojnë të ndërhyjnë, por Benita mban tonin e saj. Shtëpia nuk është vend për kaq shumë tension. Nuk mund të vazhdojmë kështu. Alba nuk po i sjell energji të mirë askujt dhe po krijon vetëm probleme. Unë s'dua ta shoh të qëndrojë më gjatë në këtë gjendje. Ajo përfundon, duke fryrë lehtë si dikush që sapo ka hequr një bar nga shpatullat. Unë kam thënë çfarë mendoj. Kjo situatë s'mund të vazhdojë. Për mendimin tim, koha e saj këtu duhet të ketë mbaruar. Dhomën e oborit e mbulon një heshtje e ngarkuar, ndërkohë që banorët e tjerë mendojnë për fjalët e saj dhe tensionet që janë bërë pjesë e përditshme e shtëpisë. Edi dhe Dolce po kalojnë një pasdite të qetë në shtëpi, të shtrirë pranë njëri tjetrit, larg zhurmave dhe debateve të banorëve të tjerë. Të dy duken krejtësisht të përqendruar te momenti, sikur gjithçka tjetër ka humbur rëndësi. Dolce i afrohet ngadalë duke buzëqeshur dhe Edi e përqafon fort me atë qetësinë që vetëm ata të dy arrin ta krijojnë kur janë bashkë. Ata shkëmbejnë puthje të buta dhe përqafime të gjata, ndërsa flasin me zë të ulët, duke i treguar njëri tjetrit se sa bukur po ndihen në shoqërinë e njëri tjetrit. Atmosfera është e ngrohtë, e mbushur me ndjenja të sinqerta dhe një lloj afërsie që ditët e fundit është bërë gjithnjë e më e dukshme për të gjithë banorët. Dolce i thot Edit se me të ndihet e qetë dhe e sigurt, ndërsa Edi i përgjigjet se ajo e ka bërë të ndryshojë shumë gjëra brenda vetes, gjëra që nuk i kishte përjetuar me askën tjetër atje. Ata qeshin, shkëmbejnë shikime të gjata dhe rrinë të përqafuar, duke treguar hapur se lidhja e tyre tashmë nuk është thjesht një afrim i rastësishëm, por diçka më e qëndrueshme. Banorët e tjerë, nga larg, vërejnë se Edi dhe Dolce janë bërë thuajse të pandashëm, dhe të gjithë bien dakord se tani ata janë me të vërtetë çift brenda shtëpisë. Në çdo moment që shihen bashkë, duket qartë që po i shijojnë këto ditë dhe këtë afërsi që është forcuar dita ditës. Edi vazhdon lojën e tij provokuese dhe me humor, duke dashur të shohë reagimin e Dolces. Ndërsa ata po rrinë së bashku në dhomën e ndenjës, ai papritur i thot Dolces me një ton të shtirur serioz se mbase do të lidhej me Benitën, vetëm për ta parë se si ajo do të reagonte. Dolce fillimisht e shikon me habi, pastaj me një lloj nervozizmi të lehtë, sepse i duket sikur Edi po e tepron me këto lojra. Edi ngrihet, i afrohet Benitës dhe e përqafon thjesht sa për të vazhduar shakan e tij. Benita, që gjithmonë e pëlqen vëmendjen, e kupton menjëherë se Edi po e përdor këtë moment për të nxitur pak xhelozi te Dolce, dhe ajo futet në lojë pa u menduar dy herë. Ajo buzëqesh, e lehtëson situatën dhe ja kthen përqafimin duke e parë drejt Dolces, sikur të donte t'i thoshte po, pse jo, le ta vazhdojmë lojën. Dolce, nga ana tjetër, fillon të acarohet pak, sepse e sheh që Edi po e provokon qëllimisht.
Ajo nuk e pëlqen fare këtë skenar dhe e ndjen veten të lënë pas dore në atë moment. Atmosfera rreth tyre bëhet më e tensionuar, me banorët e tjerë që fillojnë të qeshin dhe të shikojnë reagimet e tyre, sikur po shohin një mini dram që po zhvillohet në kohë reale. Eddie e kupton që Dolce po preket vërtet dhe vazhdon akoma. Ndoshta pak më shumë se sa duhet, vetëm që ta shtyjë lojën edhe pak më tej. Benita vazhdon të ndjek çdo gjest të tij, duke luajtur rolin e vajzës që papritur po merr vëmendjen e Edit, sikur gjithçka të ishte një skenë që ajo e kishte imagjinuar prej kohësh. Ndërkohë, Dolce nuk e duron dot më dhe largon vështrimin, duke e bërë të qartë se lojrat e Edit po i kalojnë kufi. E gjithë kjo skenë krijon një atmosferë të çuditshme, me tension, humor dhe pak dramë, ndërsa Edi vazhdon të luajë lojën e tij me një buzëqeshje të madhe, duke e ditur mirë se çdo lëvizje e tij po e ndez situatën edhe më shumë. Benita qëndron në qoshen e oborrit, pak e tensionuar, ndërsa kushtrimi i afrohet me atë buzëqeshjen e tij të zakonshme. Ajo merr një frym të thellë dhe, me një ton pak të prerë, i thot: "Unë dikur të pëlqeja, po ta them sinqerisht. Por tani, jo më. Kam ndryshuar mendim." Ajo e thot këtë me një lloj krenarie, sikur dëshiron të tregojë se nuk i intereson më si më parë. Por kushtrimi nuk e merr seriozisht dramën e saj. Ai buzëqesh akoma më shumë, i afrohet edhe më pranë, duke e parë drejt në sy me një shprehje të qetë, thuajse lozonjare. Thot ai me një të qeshur të lehtë, "Po pse jo më? Çfarë ndryshoi? Hajde, pëlqeje prap. S'ka asgjë të keqe." Benita ngrit vetullat, sikur po përpiqet të ruajë seriozitetin e saj, por nga mënyra si i ndritin syt duket që fjalët e kushtrimit e kanë lëkundur pak. Ajo kthen kokën në anë sikur s'do ta tregoj, por qesh lehtë, e pavetdijshme. "Jo more, mos u bëj qesharak", thot Benita duke u përpjekur të qëndrojë e ftohtë. "Tani nuk më pëlqen më. Ka kaluar ajo punë." Kushtrimi tund kokën ngadalë, si të donte ta ngacmonte edhe më shumë. "Mua më duket që nuk ka kaluar aq shumë sa thua", i thot ai. "Nuk je aq e bindur sa po përpiqesh të dukesh." Benita e shikon sikur do të thotë diçka për të mbrojtur, por fjalët nuk i dalin. Ajo bën sikur largohet. Pastaj kthehet prapë dhe i hedh një vështrim të shpejtë, të cilin përpiqet ta fshehë. Kushtrimi qesh përsëri, i kënaqur që arriti ta trazojë, dhe atmosfera mes tyre mbetet e çuditshme, një përzierje mes shakaje, simpatie dhe fjalëve të pathëna që asnjëri s'po i pranon plotësisht.